Jam shumë I lumtur që sot jam pjesë e një ceremonie që jam I bindur futet në ditët e nderit, jo vetëm për 3 personazhet dhe kampionët që kemi këtu, por për gjithë të trev që unë do ta cilësoja kampione e Shqipërisë me kampionët që kanë. Majtësia e madhe. Një vit më parë, në zyrën e kryetarit, kur po bënin emisionet dedikuar Mario Mitajt, Brojës dhe Hysek, I bëj një lutje kryetarit. I thash, të njoh që ke burni dhe dua të ma çosh një rigja, I themi në deri në fund. Ma thuj, tha, e ke tonë. Thash, këto sportistë, të lutem I bëj qytetar nderi Malësisë madhe. Sa ka kënaqësi më të madhe se të kesh qytetar nderi, djem të tillë që janë kënaqësi e kombit. Mario Mitajt, një mbrojtës I jashtëzakonshëm. I mrekullueshëm, një karakter të fortë, I shkëlqyeshëm, kudo, një familje të përsosur, kam qenë në shtëpinë e tyre, në Vermosh, aty ku harta vendoset ngosht në vendos gishtin. Njerëz të shkëlqyer, djalë I shkëlqyer që nuk thot asnjëherë dhe I thot vetëm poshtë Shqipërisë dhe me lojën e tij apo probleme jo vetëm shqiptarët, por dhe arabët, imagjinoj. Mario Mitajt. Armando Broja, nëse mos se do ta kishte zili, çdo kush ta kishte. Ndaj, unë them që djem të tillë, golet e tij, loja e tij, performanca e tij janë një pasuri kombëtare. Dhe unë vërtet kënaqem që ai sot është në podin e nderit të Malësisë madhe dhe përfaqësohet nga babai I tij Joe. Ai është një kampion botën boss, që del nga këtë zonë. Sepse unë e dija që Malësia e madhe është kampione në Shqipëri edhe në gjithë Ballkanin për djem futbollistë kombëtarës. Janë 8 që kanë luajtur me ekipin kombëtar. Dhe sot në formacionin e kombëtarës janë 3 yje. Njëri prej cilëve ka vendosur rekord në Shqipëri. 94 ndeshje, pikërisht Hysaj. Elsi Hysaj, që kemi këtu babai e tij. Është Armando Broja dhe është I pakalueshmi mbrojtësi në numrin 3 Mario Mitajt, që gjithë më thonin mua kur shkojnë në Shqipëri, është nga Himara. Jo, është nga Vermoshi. Aty ku flitet shqip, aty ku buka, flamuri, zemra, pesa dhe futbolli janë krye fjalë. Kështu që unë falenderoj kryetarin, Shqipin Bashkiak, sepse mendoj që titulli për këta 3 djem ka një rast specifik. Nuk është në ato rastet kur titulli I bën nder njeriut, por është në rastet kur njeriu I bën nder titullit. Ndaj ta gëzoni të tretë, zonë edhe tjera që ka marrë, sepse nga kjo zonë ka dalë dhe Bekim Bale, një duar rokiti dhe për topin e artë të Shqipërisë, Elsi Hysaj që është bërë Kareneli, kapiteni kombëtarës, ka dalë Salvador Kaçaj, është më origjinë Rudi Vata, është Çokaj, janë 8 futbollistë të kombëtarës që kanë veshur uniformën kuqezi nga Malësia e madhe. Kështu e thot Bashkimi Armekaj, se nuk gabon, gojnë 3 kanë Një minjoje për gjithë gazetarët që janë këtu dhe të Shkodrës, një minjoje për gjithë kolegët e mi, sepse kanë dhënë shumë për sportin dhe për futbollin, ka bërë shumë, dhe për secilin nga ju, për familjarët që më keni krijuar mundësinë djemve tuaj të jenë krenari e kombit. Sepse këta nuk janë vetëm krenari e Malësisë madhe, janë krenari dhe pasuri kombëtare. Faleminderit kryetar, të minjohet për fesën, për respektin, faleminderit kampionit që ka një merit jashtëzakonshme sa ishte sportist, sepse është një kampion absolut I tapetit. Është Paulin Sterka, që meriton një duar në vitja, deputetëve që janë sot këtu, edhe kampionës së agroturizmit mos gabohu, Marianës dhe Bujarit dhe gjithë që jeni këtu, minjoje gjithëve dhe u arsha vetë për momente të tilla Malësinë e madhe. Unë sa të kem jetën dhe sa të kem frikën, do promovoj njerëz të tillë, yje të tillë, kampion të tillë. Zoti ju rujt gjithë.